Përshëndetje shikues të televizionit Syri Vision, po takohemi këtu për të zhvilluar një intervistë mjaft interesante me një vajzë e cila ka treguar suksese të mëdha në botën e modës dhe në vende jashtë Kosovës. Të shohim se për kë bëhet fjalë. Mes të televizionit Syri Vision nga këtu pranë shtëpisë së Laureta Bordoniçit, ku ajo është e përzgjedhur Miss Luxemburg në shtetin dhe në vendin ku ajo jeton. Atëherë i përpasim atëherë. Laureta Bordoniçi është kjo shqiptarja 20 vjeçare nga Gjakova, e cila në konkursin e bukurisë së shtetit të Luksemburgut triumfoi duke u zgjedhur më e bukur nga pjesëmarrëset tjera, me titullin Miss Luxemburg Benelux. Konkurimi i saj nuk përfundoi më kaq, pasi që ajo e përfaqësoi këtë shtet në Miss Earth. Shqiptarët, përveç jetesës dhe punës që bëjnë në vende të ndryshme të botës, po arrin edhe suksese të mëdha në lëmi të ndryshme kulturore e artistike. Atër shikues të televizionit Syri Vision, jemi pra këtu në shtëpinë e Laureta Bordoniçit, ku do t'na tregojë më shumë rreth eksperiencës së saj dhe emocioneve që ka pasur gjatë garës së konkurimit përmes. Përshëndetje Laureta dhe mirë se erdhe. Atëherë fillimisht më na tregoni se një biografi të shkurtër jetës suaj, shpresoj që publiku t'ju njohë më mirë juve. Unë jam 20 vjeçare, jetoj në Luksemburg, kam kryer shkollën për ekonomi dhe kontabilitet. Tashti pres më regjistru në fakultet. Edhe të shohim. Atëherë Laureta, fillimisht a mund të na tregoni si u lindi ideja të merrni pjesë në një konkurs bukurie? Ishte ideja e motrës më të madhe, ajo më ka regjistru, u shku në Bruxelles, edhe më ka regjistru pa ditur kur gjë, që du të marr pjesë, deshta. Mirë, atëherë keni pasur ndonjë eksperiencë tjetër përpara kësaj me mes ose modele ose fotomodele, diçka tjetër? Jo, vetëm fotoshootinge, se më të vogla, jo konkurset niset dhe bukurie. Atëherë mund të rikujtoni ato emocione që sjellë konkursi, pjesëmarrja në atë konkurs bukurie? Emocione shumë të mira, shumë të bukura. Një lakrimare që fitova unë shqiptare për shtetin e Luksemburgit, duhet çdo vajzë me ato emocione. Mirë, atëherë ju cilët jeni një shqiptare në Luksemburg, si vlerësuan shqiptarët e tjerë që jetojnë aty në Luksemburg? Nuk kam pas fort përkraje nga shqiptarët, sepse nuk ka fort shqiptarë në Luksemburg, po ka familja dhe nga shoqënia kam pas shumë përkraje. Atëherë ne dim që në Miss Earth ka marrë pjesë edhe Kosova. Si ishin marrëdhëniet tuaja me Miss Kosovë? Pra fillimisht Miss Kosova nuk e dinte që unë jam shqiptare, kur ajo më shikoi me këtu në Luksemburg, ajo më i fola shqip, ajo hadit. Unë jam bërë shumë shoqe mirë me Marina Tarakun, e Miss Kosova 2010. Vazhdoj t'i kem raporte shumë të mirë me to. Atëherë çfarë emocione dhe si e vlerësoni këtë eksperiencë në Miss Earth? Miss Earth ka qenë një konkurs më i madh se Miss Benelux. Kemi shëtitur shumë për vende të ndryshme. Unë do ta harroj kurrë këtë eksperiencë sepse ka qenë një muaj plot emocione të ndryshme dhe lëshme. Atëherë ne dim që në çdo konkurs bukurie, misat mund të kontribuojnë edhe në një mënyrë humanitare. A kishit edhe në ndonjë rast të tillë?
Po për Miss Earth, vetë fjala Earth, vetë toka, jep kontribut shumë për tokën dhe për aktivitete humane, dhe kemi pas shumë aktivitete në Vietnam ku kemi edhe foto pastaj që do t'i përcjellim, dhe kemi bërë shumë aktivitete për fëmijë, për pleq, për Të cilët janë në po. Mi Laureta, për të qenë një mes, besoj që duhet t'i ketë disa kritere. Mund na tregoni se cilat janë ato, pasi që shumë njerëz mendojnë që miset janë vetëm të bukura dhe nuk dinë gjëra të tjera. Pra, nuk është vetëm pyetja e bukuria, është edhe meçuria që vjen në konsiderim. Çdo njeri thotë që kjo që ka bukur, që ka gjatë, nuk është e vërtetë. Ka edhe shumë karakteristika tjera që shikojnë për një mes. Mirë, atëherë, ju jeni një mes, por besoj që keni edhe prirje të tjera. E treguat më herët për fakultetin, por keni ndonjë hobi, diçka që ju flan zemrën dhe ajo besoj? Mu flan zemrën shumë gjuhë. Unë më pëlqejnë gjuhët shumë dhe ma don. I mësoj shumë shpejt, edhe në Luksemburg, kështu ashtu në shkollë i mësojmë 3 gjuhë, janë obligative, edhe 2 gjuhë i mësu plus. Kështu që Na shpjegoni atë gjuhë besoj. Luksemburgjishten, frangjishten, gjermanishten, shqipen, anglishten, edhe portugalishten, edhe pse se di shumë mirë portugalisht. Kjo tregon faktin që miset nuk janë vetëm të bukura. Atëherë nëse do t'i për rastit të merrje pjesë edhe në një konkurs tjetër bukuria, a do të konkuroja? Më duket se kam marrë pjesë deri në tash, nuk më merr mendja që do të vazhdoj, sepse do të përqendrohem në shkollë dhe studioj permanente. Atë Laureta, ju nuk na treguat, sepse prisja që t'na tregoni kur ju pyeta për hobin, por ne kemi marrë disa informacione që ju dini edhe të këndoni. Po kam pas disa eksperiencë edhe për këndim, kur kam qenë më vogël në për disa koncerte, po kam prirje, por nuk kam. Mirë, atëherë shikues të televizionit Syri Vizian, ju morët pak informacione në lidhje me Lauretën. Po ajo do t'na tregojë edhe më shumë në anë të fotografive që do të jemi në një pjesë tjetër të shtëpisë së saj. Can you be my diamond girl? Can you fix me up? Can you wipe me down? So I can lick you up. Atë Laureta do t'na tregoj disa nga eksperiencat e saj në anë të fotove të cilat ajo i ka. Atë Lauret, këtu? Po pra këtu ka qenë Vietnam finalja. Gjithashtu kjo finalja është në Vietnam. Atëherë, ju këtu keni pasur sfidatën apo me bikini? Po. Kjo ka qenë një eksperiencë shumë rrezikshme që nuk do ta bëjmë. Jo. Atëherë ju keni konkuruar edhe një herë këtu atë besoj. Kështu që thashë edhe më parë që Miss Earth që kina bo dhe kjo Keni planting kontribuar, trees, ja. që i thëshin ata planting trees. Kjo është nuk do ta përsërisni. Finalja dhe kjo, unë jam diku këto me fistan të kuq, nuk shina fort mirë. Kemi qenë 84 shtetet, të më thonë 84 vajza, dhe jënë hinë fillimisht 14 në finale, top 14, pastaj 7, dhe pastaj 4 vajza janë zgjedhur Miss Earth, Miss Air, Miss Water, edhe Atë Laureta, besoj që keni pasur një konkurrencë të fortë këtu, apo? po. Këtu gjatë provave. Këtu gjatë provave, shumë të lodhshme. Këtu ku një shëtitje me një qytet shumë vjetër në Vietnam, Ho An, mos gabofsha. Kjo kon bikini competition, kena pas shumë, kena pas për kostume, për bikini, për fistona gjatë, për shumë kena pas konkurime. Po këta? Këtu në dhoreshin lule kanë qenë shumë njerëz të dashur në për rrugë, edhe pse ne jemi njerëz të zakonshëm, ta na qëshin në njësima të ndryshëm. Këtu golf, kemi luajtur golf. Laureta, sa kohë ju ka marrë që të bëni prova për përgatitjen në Miss Earth? Shumë
nga 12 orë në ditë bëshim polo, që ishim shumë herët, fleshim shumë pak, dhe zakonisht nuk mushim me hongër me rregull, 3 herë në ditë, po duke me bëshim. Ka regla strikta. Mirë, po të kalon kjo mbrapa me shkollën, pjesëmarrja në mesër, besoj që është dashur një angazhim më i madh. Po, jo, kam menduar që më vlen pas, por jo, sepse kur jam kthy, edhe pse një muaj ka qenë shumë gjatë, por kam marrë librat dhe jam shënë në dhomë. Ky është një sukses që keni arritur edhe nga shkollë, besoj. Atëherë në këtë foto shohim që keni pasur mbështetje edhe nga Miss Kosovës. Mund të theni si më pak? Po, Miss Kosova Agnesa Vuthaj, ishte aty, ajo ka ndërtuar veç 2-3 ditë, ka mbështetur edhe mua dhe Miss Kosovën. Po, ishte mirë ta kemi edhe dikën nga ne atje. Atëherë së bashku me Lauretën do të shkojmë që të vizitojmë së bashku vendet më të dashura të qytetit të Gjakovës, ku ajo ndihet më mirë kur e kalon kohën e saj të lirë. Me kalu mirë. Tell me, baby, are you wet? I wanna get you wet. Tell me, baby, are you wet?
baby, are you wet? I wanna get you wet. Tell me, baby, are you wet? I just wanna get you wet. Wet, 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 wet. Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you wipe me down? So I can pick you up and make you again, be my so you can everything out till you can only get you wet. I just wanna get you Tell me, baby, are you wet? Shpresojmë që Laureta të mos jetë shqiptarja e fundit që arrin suksese në vende jashtë Kosovës. I just wanna get you wet. Wet, 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 Në këtë mënyrë, ne do të jemi gjithmonë krenar dhe do t'i mbështesim në çdo hap sukseset e tyre. Pra ndo që disa qaste të bukura me mua Laureta Bordoniqi në Syri Vizion, mirë pafshim. Tell me, baby, are you wet? I wanna get you wet. Tell me, baby, are you wet? I just wanna get you wet. Wet, 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 wet. Tell me, baby, are you wet? I wanna get you wet. Tell me, baby, are